Prej disa ditësh në rrjetet sociale po qarkullojnë informacionet për një debat të ndodhur brenda familjes së këngëtarit të njohur Luiz Eili. Burime pranë çiftit bëjnë të ditur se situata mes Kiarës dhe vjerrës së saj, Angelinës, është tensionuar pas një mosmarrëveshje të fortë që lidhet me projektet e fundit profesionale të Luizit dhe kohën që ai planifikon t'i dedikojë familjes. Vizita e Angelinës në Tiranë, e cila fillimisht ishte planifikuar si një takim i qetë familjar, përfundoi duke hapur një diskutim të nxehtë mes saj dhe Kiarës. Mësohet se debati nisi pasi Luizi ka shprehur dëshirën për t'u rikthyer në një projekt televiziv të rëndësishëm, vendim që sipas burimeve ka shkaktuar shqetësim te Kiara. Ajo dyshohet se i ka bërë të qartë vjerrës së saj se periudha e angazhimeve të gjata televizive do ta largonte Luizit vëmendjen nga vajza e tyre, Luna, në një moment kur familja ka më shumë nevojë për stabilitet. Kiara raportohet i ketë thënë Angelinës se prioritetet familjare duhet të qëndrojnë mbi çdo projekt profesional. Nga ana tjetër, Angelina është shprehur e pakënaqur me rezistencën e Kiarës ndaj angazhimeve të Luizit, duke e cilësuar jetën profesionale të djalit si pjesë thelbësore të karrierës së tij në rritje. Ajo mësohet të ketë theksuar se Luizi ka sakrifikuar shumë ndër vite dhe se projektet e reja janë mundësi për të konsoliduar pozicionin e tij në tregun e muzikës dhe televizionit. Sipas burimeve, Angelina i ka kërkuar Kiarës të tregojë më shumë mirëkuptim dhe të mos e frenojë djalin në momentet kur ai sheh perspektivë të re. Përplasja e tyre, sipas informacioneve, ka ardhur duke u thelluar kur Kiara ka theksuar se deri më tani ka mbajtur peshën kryesore të rritjes së vajzës dhe menaxhimit të shtëpisë, ndërsa Angelina ka theksuar se familja duhet të funksionojë me mbështetje të ndërsjellë, duke mos e lejuar asnjë palë të ndihet e vetmuar në përgjegjësi. Kjo ka bërë që toni i bisedës të rritet dhe situata të bëhet e tensionuar. Aktualisht nuk ka asnjë reagim zyrtar nga Luizi apo Kiara, ndërsa fansat në rrjet po presin sqarime. Megjithatë, burime pranë çiftit thonë se situata është drejt qetësimit dhe se debati mes Angelinës dhe Kiarës ka qenë më shumë një përplasje momentit sesa një konflikt i thellë. Sidoqoftë, ky zhvillim ka ngritur interes të madh tek ndjekësit e çiftit, të cilët vijojnë të komentojnë dhe të ndjekin çdo detaj të jetës së tyre familjare.